Doktor, ju thatë kryengritje paqësore, por tingëllon si kundërshti në vetvete. Kur do ta ndryshoni thënien? Pas Tingëllon si kundërshti në vetvete. Po. Kur do ta ndryshojmë thënien? Pas mbrëmjes së djeshme, ky tok fjalësh nuk ka më kuptim për ne që u helmua me gaz. Mimoza, ne jemi parti demokratike. Ne kur nuk kemi synua dhe nuk synojmë pushtet me dhunë. Ndaj dhe ne vazhdojmë kryerjen paqësore gjën realizim në qëllimit tonë. Unë e kuptoj. Isha dëshmitar dhe jam dëshmitar i të gjitha akteve njerëzore, shtazore që kryen ndaj protestuesve paqësorë. Por ne nuk tërhiqemi nga strategjia jonë dhe nuk duhet tërhiqemi. Ne duhet vazhdojmë këtë betejë për 1001 arsye. Do të vazhdojmë këtë betejë për farsën elektorale të Edi Ramës, për aferën Rama Balluku, për aferën e Akshit, për portin e Durrësit dhe për 10 afera të tjera. Një popull që proteston, që hesht ndaj padrejtësive dhe krimeve të tilla, tregon një shkallë ekstreme në nështrimi. Por ne nuk do provojmë të kundërtën. Faleminderit. Silvana Demblia. Përshëndetje doktor Berisha. Pyetja e parë. A do të bëni denoncim në prokurori për ata policë me uniformë dhe civil që kanë përdorur shumë gaz lotësielës ndaj protestuesve? Pyetja e dytë. Mbrëm, por jo vetëm, zoti Blushi, zoti Haxhinasto, zonja Xhixho u larguan nga protesta pas fjalimit tuaj në kohën kur hidhet ujë dhe gaz lotësielës. Ju duket e drejtë që ata në vend që t'jenë në krah të protestuesve dhe kolegëve deputet për t'i ardhur në ndihmë, ata largohen? I kam parë jo vetëm mbrëm, por edhe në protestat tjera. Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Mbrëm, siç theksova, janë përdorur mjete të ndaluara me ligj kundër protestuesve. Parazgjitha është përdor spraj i ariut apo vërbus i ariut, i cili në disa rrethana ka pasoja vdekjeprurse, i cili i përdor tek njerëzit mund të shkaktojë ndalim të zemrës për shkak të dhimbjeve të fuqishme që krijon. Kurse tek të smurt me bronshit azmatik dhe astëm mund të shkaktojë të njëjtin pasojë me bllokim të respiracionit. Mund të shkaktojë dëme të parikthyer në sy. Dhe mbrëm ajo është përdorur masivisht. Përveç kësaj, nga taracat janë hedhur drejt protestuesve shishe molotov dhe janë të dokumentuara. Policë kriminal kanë hedhur kapsollat te kambët e protestuesve dhe janë plagosur protestuesit nga kapsollat e tyre. Janë hedhur bomba shurdhuese, bomba zhurme të fuqishme, të cilat edhe ato kanë plagos qytetarë. Janë vërsulur me egërsi dhe me qëllim ndaj deputetëve të cilët absolutisht veçse ishin garant të kryengritjes paqësore. Për të gjitha këto dosjet do shkojnë në prokurori, sigurisht që prokuroria nuk pritet të bëjë ndonjë veprim, por dosjet formuluara do shkojnë me besimin se drejtësia vonon, por nuk harron.
Për sa i përket deputetëve, mendoj se ata duhet të qëndrojnë në fund. Nuk mund të them se kush ka ikë, kush s'ka ikë, por deputetët duhet të qëndrojnë gjerë në fund dhe ju e patë që dje në mënyrë selektive në të plagosur, të dëmtuar, ishin një grup i gjerë deputetësh, ndaj të cilëve dhe drejtuesisht, ndaj të cilëve u hodhën direkt spraj i ariut, u goditën me shkop dhe me mjetët tjera. Neci Spaho, sipas një raportimi në media, kryetari i Bashkisë Gjirokastër dhe 18 punonjës të bashkisë, meshkuj dhe femra, rezultojnë me sëmundjen AIDS. Si e komentoni këtë situatë? Nesti, ky është një lajm mediash që kërkon verifikim, por në qoftë se kjo është të vërtet, ai që përhap sëmundjen me vetdije, ai është një kriminal që ndëshkohet nga ligji në Shqipëri dhe në çdo vend të botës. Nuk mund të them edhe një herë sa qëndron ky lajm mediatik. Gens Korea. Përshëndetje doktor, nuk e di a jeni në dieni, por para pak ditësh mes maleve të Marianit në Maliq, humbi jetën Alban Beleri. U thonte çdo ditë 45 km me makinë nga Bilishti dhe 4 orë në këmbë vetëm për 2 apo 3 nxënës që ishin në atë fshat. Megjithse kishte bërë kërkesë për transferim, kërkesa e tij nuk u mor asnjëherë parasysh. Jo vetëm kaq, por s'kemi dëgjuar asnjë mesazh ngushëllimi nga ana e Ministrisë së Arsimit. Si mund sillet një qeveri kështu me mësuesit? Faleminderit. Albani është një dëshmor i dheut, një mësues hero i vërtet, një misionar i pavdekshëm i arsimit shqiptar. Ai është viktim e diferencimit politik të kësaj qeverie banditësh, kësaj organizate kriminale. Ai ishte njëri shëmbullor, njëri nderuar dhe unë i shpreh familjes dhe komunitetit ngushëllimet më të ndjera. Ndërsa për qeverinë, thash dhe njëherë është një organizatë kriminale, mos prit nga kjo qeveri të vlerësojë të tjerë përveç se kriminalëve. A do të ketë ndryshim strategjie në protestën e radhës, sepse besoj që kushtet janë pjekur për një ndryshim strategjie, pasi ky lloj proteste po më bind që njerëzit janë lodhur dhe po zvoglohen. Përshëndetje nga Erzen Rexha i Tropoj. Strategjia dhe mund të ndryshojë, por protestat do vazhdojnë. Do vazhdojnë si rruga e vetme për të dëshmuar shqiptarëve se ne spajtohemi kurrë. As nuk trememi, as nuk fiksohemi, as nuk mposhtemi dhe nuk pranojmë kurrë qëndrimin e kësaj organizate kriminale ndaj shqiptarëve. Faleminderit. Chris Raz. Doktor Berisha, me intensifikimin